Tre vajza e rrajnë dhe e torturojnë psiqikisht një bashkëmoshatare 14 vjeqe. Sipas burimeve të policisë, kjo video është filmuar gjatë muajit mars në një shtëpi të braktisur në njërin nga parqet e Kumanovës. Tek pas 4 muajsh, viktima me inicialet LI e ka denoncuar rastin në polici të hënën, vetëm pas publikimit të videos brutale, e cila është postuar në rrjetin social TikTok nga njëra prej të dyshuarave, 14 vjeçarja MK, që ka marrë pjesë në rraje. Nga sektori për punë të brendshme në Kumanov thonë se rasti po trajtohet me procedurë të shpejtë dhe pas denoncimit të viktimes janë identifikuar të 3 agresorët dhe janë marrë në pyetje, 2 prej të cilave janë të mitura, dhe pas procedimit të rastit nga prokurori kompetent do të dalin para gjykatësit të procedurës paraprake për masa të më të tjeshme. Nga policia lokale thonë se e dyshuara e parë 19 vjeçarja me inicialet PA ka iniciuar pritën ndaj viktimës me 2 shoqet e saj, ESH 16 vjeqe dhe MK 14 vjeqe, të cilat fillimisht e kanë ftuar për t'u sqaruar për motive të dobta xhelozie dhe pastaj e kanë sulmuar fizikisht duke e filmuar edhe me celular. Gjatë ditës së sotme ato u morën në pyetje në prezencë të prindërve dhe të punësuarve të qendrës sociale të qytetit dhe pritën kallëzime penale për 2 vepra penale. Lidhur me videon e publikuar për të cilën pyesni, ju njoftojmë se sektori për punë të brendshme në Kumanov në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike të Kumanovës ka ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet për zbardhjen e rastit, pas së cilës publiku do të informohet me kohë. Kjo video që po qarkullon në internet ka tronditur publikun pasi që 3 prej vajzave janë ende në shkollë fillore dhe njëra në shkollë të mesme. Sociologët e shohin këtë fenomen shqetësues që po përsëritet shpesh brenda një kohe të shkurtër në shoqërinë tonë. Profesori Vahid Xhemaili thotë se ky frustrim social përveç dhunës fizike dhe linçimit përmes rrjeteve sociale, duhet të trajtohet nga autoritetet me shumë seriozitet, në mënyrë që adoleshentët të mos bëhen viktima. Ne si sociolog trajtojmë edhe aspektin e hiperstimulimit të fëmijëve që vjen ose të gjeneratave të reja që vjen si rezultat i konsumimit të asaj çfarë ju ofrohet nga rrjetet sociale, që shpesh herë janë me përmbajtje brutale të dhunshme dhe me pasoja jashtëzakonisht të mëdha për ta, në rend të parë për arsye se është një breng shumë i madh që ajo çfarë po ndodhet për gjeneratat e reja në rend të parë dhe për neve si shoqëri, dhe shpresojmë që gjithnjë më shumë që vjen ai momenti kur të ndërmerret diçka në drejtim të kontrollit, të futjes së kontrollit, sidomos të përdorimit të teknologjisë. Brenda vitit ky është rasti i tretë që grup adoleshentësh dhe fëmijësh përfshihen në përleshje dhe filmohen me qëllim të postimit në rrjetet sociale. Një rast i ngjashëm i dhunës ndaj një viktime ka pasur edhe në Tetov dhe një tjetër rast në Shkup. Kujtojmë që Ministria e Arsimit nga shtatori do të zbatoj programin me psikolog për detektimin e shenjave të hershme të delikuencës dhe përdorimit të dhunës nëpër shkolla, që vjen si pasojë e dhunës nëpër familjet e tyre.